Mbrëm kandidatët e PDK-s që garojnë për zgjedhjet e 28 dhjetorit të prirë nga kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, e ku ishin dhe Najt Hasani, Gjemshet Krasniqi, Fetah Paqarizi, Luljeta Veselaj Kutaj, Arjanit Çollaku, Adem Orina, Afërdita Saramati, Ramize Shala, Jona Hoxha. Në Piran, me banorët e fshatrave të Përdrinis, shprehen fuqishëm mbështetjen për kryeministrin e arshëm Bedri Hamza në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ky mobilizim i madh i qytetarëve është tregues i qartë se vendit i nevojitet një qeveri stabile që punon për interesin publik dhe rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve. PDK ka dëshmuar dhe vazhdon të jetë subjekt më serioz e opsioni vetëm për zhvillimin dhe mirëqenien në Kosovë, u tha në këtë takim. Në çdo fazë të historisë më të Kosovës, këta njerëz kanë kundër interesit të Kosovës. Tu ja fillu prej Rambujes deri te negociatat për pamërësie, te ushtria, te ajo, te kjo i dini krejt. As i kanë respektu himnin, as i kanë respektu flamurin, as i respektuar institucionet, s'ka lënë njeri pa ofendu, s'ka lënë njeri pa nënçmu, i sulmoj gjithkohë, ofendojnë bile dhe gjykatën kushtetuese, i sulmojnë me biznise, me media, me komuna, me gazetar, me qytetar, me katonar, me krejt. Definitivisht një opcion i cili është për me talë keq edhe është për me të dhim. E Bedri Hamzën një vetë. Po për me mritit e atje, me duhet vota jo. Koncentrimi i votës. Në zgjedhjet e 9 shkurtit kanë qenë 16 deputet, Drinas, Skënderaj, Vështroj, Mitrovic. Një u për Prizrenit unë, Enveri, nëse e zëmë Enveri të Suarekës, edhe 4 kanë qenë të Prizaj dhe Kaçanik. Do të thotë, kjo zonë i ka pasur 16, ne i ka pasur një. Ata i kanë 40.000 vota, ne i kene 26.000 vota. Neve në duhet të fuqizojmë vetëm. Të fuqizojmë degën, të marrim përgjegjësi për secilin. Që disa herë brenda 9 muajve e di që kemi pas sfida që këtë qeveri ta dërgojmë në shtëpi aty ku e ka dhe vendin. Jeta, si të gjitha gratë e Kosovës, ka shty me aq sa ka mundësi dhe me aq dijen tem dhe me vullnetin e plot për këtë vend, t'i bashkangjit në Partisë Demokratike të Kosovës, së bashku me këta burra dhe gra, t'i themi mjaft, boll premtime boshe, boll mashtrime, boll mjaft, me një fjalë mjaft, jemi këtu t'a bim Bedri Hamzën kryeministër dhe besoj që me Bedri Hamzën vendi jonë do të ketë zhvillim, përparim dhe do hecim për para. Në këtë vendosmëri që nëse ne gjithë së bashkohemi dhe veprojmë duke bashkëpunu me gjithë antarët e familjes tonë, antarët miq, dashamirë, qytetarë, jam i bindur që këtë të keqe të Kosovës do të heqim sa më shpejt, sepse kemi një arsye të madhe. Arsyeja e madhe është edhe tjetra, se ne kemi programin e Bedri Hamzës, i cili vërtet është një program i konsoliduar, që ne me siguri edhe ju të gjithë e keni lexuar. Kryetari tha që ata për 5 vite nuk përmendin as Deharin. Unë jam i bindur se ata do të përmendin as Deharin, sepse kryetarët do të jenë në opozitë. Kauzën e Bedri Hamzës për një Kosovë më të mirë, për një jetë më cilësore. Secilin nga ne e shohim se sa të vështirë kemi jetën sot, se sa peripeti dhe sa vështirësi arrim për ta përfunduar një muaj kalendarek e mos plasmi për vitet. Krejt këtë rrugtim përbashkë kemi bo, e di që jeni lodhë jo, janë lodhë edhe të tjerët, sepse një Mekioni dje tha 4 herë me thirrë me shku në deti, me ndoj atë vit 4 herë se lodhëm, ose për zgjedhje, e kuptojme. Një mobilizim, janë 2 rajonet të cilat edhe në zgjedhjet lokale ka bënë vullën e fitores, pikërisht në Prizren, Përdrinia dhe Hasi, dhe gjithsesi presim që edhe me 28 dhjetor, këto 2 bastionet e PDK-s
ti mbështesin kandidatët e listës së Prizrenit, nga që e ka dashur edhe fati edhe njëri i dur ka qenë që pikërisht nga kjo zonë e ka pasur një deputet në Parlamentin e Kosovës, një zë i fuqishëm i cili ka qenë jo vetëm në rajonin e Prizrenit, por gjithë Kosovës, por tash mundësia është jashtëzakonisht më e madhe, nga që në zgjedhjet lokale tham drejtën, edhe pse kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me gjithë kolegët, unë tham drejtën nuk kam qenë në fushatë lokale për arsye që ka pas kandidatë ka qenë vetëm ne për ta votuar, kurse arsyeja se sot pse gjendëm dhe për t'ia kërkuar besimin e juaj është që keni mundësi të votoni 10 kandidatë në listë. Se u bën që 5 vite, thoya se u bën 6 vite me këtë nënbujshje në fundit, që e kemi një keq qeverisje. Por, që është shumë e rëndësishme, vitin e fundit ka filluar që ta streson masën, ta streson publikun tonë, me thirrjen se ne do të kemi luftë me Serbinë e tjera e tjera. Gjashi është duke na kushtuar. Me mira djemë të ri, duke mos ndihej siguri, janë duke na u larguar. Jo, nuk është puna vetëm nga skania. Se vërtet ne kemi po ballë, bile me kemi po ballë, edhe kur s'kemi pas për të ngrënë diçka në sofë. Është mjerim i madh. Pas 26 viteve, sot të thirresh se ne jemi të rrezikuar si popull. Ju keni tregu që fitoret e mëdha vinë prej kësaj zone, edhe tjetra keni tregu që veç ju keni mund të veçuni kandidat për deputet në kuvendin. Besoj që kjo është e rëndësishme. Edhe duka, jam shumë nderuar që jam pjesë e listës sepse besoj që për momentin patriotizëm më të madh se me dalë edhe me imobilizu njerëzit për mos me votu vetëvendosjen, po me votu Partinë Demokratike të Kosovës nuk ka. Partia Demokratike e Kosovës është parti shtetëndërtuese. Partia Demokratike ka dhënë gjithmonë ka ditë mirë në Kosovës. Kur është tonë koha për luftë, e ka tregu vetëm njerëz luftës, kur është tonë koha për ndërtimin e shtetit, e ka ndërtuar shtetin, kur është tonë nevoja për ndërtimin e institucioneve, ato janë. Sot Kosova është në një gjendje jo të mirë fatkeqësisht, unë po flas në gjuhë që e kuptojnë gjithë, nuk do t'ju më shikokën me përtime, sepse nuk është koha për përtime, është koha për punë. Mirë po, fatkeqësia më e madhe e përdorim të populli, fëmija i keq ta prish shtëpi. Ju e dini se keni pas dame nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Edhe pavarësisht se ne kemi përpilu raportin, raporti është miratu edhe nga Agjencioni për Menaxhimin Emergjent, edhe vetmi është komuna e Prizrenit që nuk ju ka pagu damet komunës Prizrenit. E kjo është si pasojë që ne nuk kemi pas mbështetje të fuqishme në parlament që me i shty gjanat përpara.